Jasi të pastroni mushkërit në vetëm 3 ditë me këtë pije. Dimri është sezoni kur jemi të prirur për të prekur nga ftohja, kolla, temperatura e të tjera. Ka një mënyrë efektive natyrore e cila përgatitet në kushte shtëpie dhe mund të lehtësojë edhe problemin tuaj. Përzieni përbërësit e mëposhtëm në një tigan të vogël. Për këtë do ju duhet pak lëng të freskët limoni, pak mjaltë organik, pak ujë, pak sheqer, gjysmë lugë çaj xhenxhefil të grirë dhe 1/4 e lugës së çajit karafil të grirë. Të gjitha përbërësit janë jashtëzakonisht të dobishëm dhe kur është fjala për lehtësimin e kollës, lëngu i limonit është i pasur me vitaminën C, mjaft i mirë, edhe mjalti i cili është një antiseptik i fuqishëm dhe një frenues natyral i kollës. Xhenxhefili forcon edhe sistemin imunitar dhe heq nauzet. Karafili shërben për të zvogëluar edhe mukusin. Pasi t'i përzieni të gjithë përbërësit së bashku, i vendosni të ziejnë derisa të përfitoni masë homogjene. Më pas përdorni nga një lugë me shurup të përfituar nga kjo përzierje për të marrë përfitimet e saj.